Okej, tregom tash aktiviteti jot si refer në cilën ligë i angazhon. Liga është, domethënë ka disa kategori të diletantësh, domethënë nga e para kategori quhet, e dyta dhe e treta. Okej, Edhe moshat e reja, domethënë të rinjt, okej. moshat e juniores, edhe më të vogla, 15 vjeç, 16 vjeç, edhe vajza. Tash ka shumë kampionate edhe vajzash. Okej. Kështu që ndodh edhe i arbitroj ose gjikoj edhe vajza. Okej, domethënë a është si punë e mirë, e kënaqshme, a ndjen ti kënaqësi brenda gjatë punës? Unë me gjithë qef, kur të mjetet mundësia shkoj arbitroj me gjithë qef. Dakme normal ajo është si punë e ti quhet, si hobi, domethënë se unë e punoj punë tjetër, ndërsa në fundjavë, në weekend jam i zonë me ndeshjet. Por i levërdis. E para herë ajo mundësia që t'jepet merresh me sport, i gjitha, që kënaqem si profesion, si hobi, vjen kënaq ajo që merrem me futboll, me sport, por edhe normal edhe paguhesh, kështu që Okej. është gjë me të vërtetë shumë e mirë.